shqiptare, që të ndodhur në kohën kur hebrejt kishin një lloj largimi nga vendet ku banonin, për arsye të dini që ishte një lloj represioni që po të ishe hebrej ishe një person i diskriminuar deri edhe në pasoja deri në shfarosje. Përdovante rrugën të i thoshin kontra kuqe. Babai dhe shqiptar dhe Abramin dhe kalon pa ndonjë problem me komarin përpara dhe kështu edhe pa problem. Fjala vetë do thot fjalë dhe kur tjetri premton diçka ose edhe mikun për shembull ose prem vesh, prandaj edhe këtu hebrejt gjetën siguri edhe i siguroi edhe atyre dhe shpëtuan vetëm nga fjala besë, sepse fjala besë është në karakterin e